Një burr I varfër dëshironte një jetë më të mirë. Ai kishte nevojë për para, pa një burr të pasur. I varfri I kërkoi ndihmë. Ju lutem zotri, tha ai, a mund të më jepni ca para? I pasuri u ndall, pa dëshpërimin në sytë të varfrit. Ai e dinte që parat mund të zdukeshin shpejt, por një shans? Kjo ishte e vlefshme. Unë nuk jap para, u përgjigji I pasuri, por ofroj mundësi. Kam një kamion ushqimi. Punoni për mua, mësoni zanatin. I varfëri nuk hezitoi. Do të punoj shumë, premtoi ai. I pasuri buzëqeshi, e di që do bëj. Çdo ditë I varfri punonte. Ai zgjohej herët, përgatiste ushqimin, shërbente klientët me një buzëqeshje. Ai mësoi biznesin, ai e shikonte të pasurin, ai bënte pyetje, ai donte të kuptonte suksesin. Kamioni I ushqimit lulzoi, njerëzve u pëlqente ushqimi, atyre u pëlqente shërbimi. I varfëri mësoi kuptimin e punës së palodhur. Ai ruante paratë e tij, ai nuk I shpenzonte kot. Ai e dinte që ky ishte shansi I tij, ai do ta shfrytëzonte maksimalisht. Kaluan vitet. I varfëri nuk ishte më I varfër. Ai e mësoi biznesin. Ai kurseu paratë e tij, ai bleu kamionin e tij të ushqimit, pastaj një tjetër dhe një tjetër. Ai trajtonte punonjësit e tij mirë, ai kujtonte vështirësitë e tij, ai u bë milioner. Por ai kur nuk harroi. Ai e kujtoi të pasurin, ai e kujtoi mundësinë. Ai e dinte që suksesi I tij kishte një fillim. Filloi me një shans dhe një gatishmëri për të punuar shumë. Një ditë, milioneri vizitoi të pasurin. Ai mbante një çek, ishte për $2 milion. Faleminderit, tha milioneri. Më dhe një shans. Ma ndryshove jetën. I pasuri buzëqeshi. Ai e refuzoi çekun. Suksesi yt është shpërblimi yt, tha ai. Përdore për të ndihmuar të tjerët. Milioneri e kuptoi. Ai do të vazhdonte të punonte shumë. Ai do t'u jepte të tjerëve mundësi. Ai do të ishte gjithmonë mirënjohës. Ai mësoi se pasuria e vërtet është më shumë se para. Ka të bëjë me mundësinë, ka të bëjë me punën e palodhur dhe ka të bëjë me mirënjohjen.